për të shnosin me kandidatën për deputet të qarkulluar, por organizohet marrëdhënie dhe informacion të qytetarëve, si dhe të orientojë platformat politike drejt nevojave dhe prioriteteve të tyre. Përmes nismave të tij, rrjeti kontribon në forcimin e demokracisë në vend, duke promovuar transparencën, llogaridhënien dhe përfshirjen qytetare në proceset vendimmarrëse. Forume të tilla publike organizohen në të gjitha qarqet ku jeti është aktiv, duke krijuar një hapësirë të drejtpërdrejtë dialogu ndërmjet qytetarëve dhe kandidatëve për deputet. Tani, kam kënaqësinë të prezantoj kandidatët për deputet që janë të pranishëm sot këtu. I falenderoj të gjithë për praninë, por edhe për seriozitetin dhe gatishmërinë për të marrë pjesë në format kaq të rëndësishëm të përballjes së ofertave politike. Ju lutem, vini re se renditja e tyre është bërë sipas renditjes së partive politike në listën në pletën e votimit të miratuar nga KQZ-ja. Zoti Arkan Kacani, kandidat i Lëvizjes Bashkë. Zoti Nazmi Shuli, kandidat i koalicionit Euro-Atlantik. Zonja Redinila Biqyre, kandidate e nismës Shqipëria Bë. Zoti Rezar Ksupi, kandidat i koalicionit Jaktas për Zhvillim. Zonja Jonida Qeqa, kandidate e Partisë Mundësia. Faleminderit. Në këtë forum janë të pranishëm gjithashtu qytetarë anëtarë të komunitetit të Kursë, përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, si dhe organizata ndërkombëtare që veprojnë në qarkun tonë, të cilët i falenderojmë për pjesëmarrjen dhe kontributin e tyre në këtë diskutim të hapur. Përpara se të fillojmë me prezantimet e kandidatëve, më lejoni të shpjegoj shkurtimisht se si do të zhvillohet ky forum dhe cilat janë rregullat kryesore të tij. Aktiviteti do të zgjasë rreth 2 orë dhe do të transmetohet drejt për drejt në faqen zyrtare të KOP, në Facebook dhe në faqen e organizatës së SDC Durrës. Gjithashtu, do të dokumentohet për publikim në mediat e rrjetet sociale. Çdo kandidat ka në dispozicion 5 deri në 7 minuta për të prezantuar veten dhe prioritetet e subjektit politik, duke u fokusuar konkretisht në prioritetet për qarkun e Durrësit, çështjet sociale, ekonomike dhe përfaqësimi, rinia, të drejtat e grave dhe barazia gjinore, demokracia dhe antikorrupsioni. Për të garantuar barazinë dhe pamëshmërinë për gjithë kandidatët, koha do të monitorohet. Besoj jeni dakord? Më pas, do të kemi pyetje nga salla, të cilat kandidatët do t'i përgjigjen, por me një kohë të kufizuar, vetëm 1 minutë. Forumi synon një atmosferë të qetë, gjithëpërfshirëse dhe konstruktive. Gjithë pjesëmarrësit trajtohen me respekt dhe mënyrë të barabartë. Për të rikthyer tek kandidatët, fjala është për ju, për të prezantuar programin dhe prioritetet e subjektit tuaj politik dhe siç përcakton rregulloria, ju lutem respektoni kohën. Zoti Arkan Kacani. Përshëndetje gjithë, unë jam Arkan Kacani, jam planifikues urban, urbanist, lindur në vitin 1988 në Durrës, kam studiuar urbanistik në Milano, jam kthyer në 2015 pas studimeve, kam mbaruar njëkohësisht edhe doktoraturën në 2018 në Universitetin e Ferraris, gjithmonë në urbanistik dhe për 10 vite shpërvoj që ne jam prezë të rritë në degës planifikimit urban. Është një ndër degët më unike në gjithë Shqipërinë dhe më inovatore përsa kompetencive tona territoriale që hasim. Përgjithsisht 2 vitesh jam në lidhje vazhdueshme politike aktiviste shoqërore me Lëvizjen Bashkë dhe duke filluar nga muaji shtator i vitit 2024 jam njëkohësisht edhe koordinatori
qytetit për lëvizjen bashkë. Duke filluar nga muaj shtator, kemi bërë shumë progres, qoftë në numër, qoftë në trajtimin e problematikave dhe në sëri çështje tjera. Programi lëvizjes bashkë është një program i cili nuk është takuar sot për nesër, nuk është takuar vetëm për Konsilje, por ka bëjë me një bashkim mendimesh profesionale të ndryshme dhe politike shoqërore. Programi i lëvizjes bashkë ka filluar të takohet duke filluar nga muaji korrik i 2024 deri në vitin e sotshme, i cili është ballafaquar në takime publike në media dhe kohësisht me qytetarë dhe gazetarë të ndryshëm. Në këtë kundërshtrim, programi i lëvizjes bashkë vjen me 3 kolona kryesore plus një dekade që është pjesa më thelbësore e lëvizjes. Së pari, kolona e parë është shteti zhvillimor. Shteti zhvillimor në kupton çështjet të ekonomisë, çështjet të biznesit në kohësisht, çështjet e zhvillimit kombëtar. Si lëvizje kemi përpjekur vazhdimisht në hartimin e planit që të ruajë një ekuilibër dhe një princip të realizueshmërisë së planit. Çka do të thotë një përmbajtje ndërmjet taksave dhe detyrimeve publike dhe sociale. Faktikisht ka shumë ligjërime politike të ndryshme që thonë zero taksa dhe shumë politika publike sociale, apo zero taksa, zero politika sociale, apo shumë taksa dhe zero politika sociale. Këto janë ligjërime politike të cilat nuk janë praktike, nuk janë principe të realizueshmërisë, ose nuk ruajnë ekuilibrin politikave dhe taksave dhe njëkohësisht detyrimet politike, sociale, shoqërore urbane. Nga kjo tjetër, programi bashkohet nga një konvent të qenë planifikues urban, ka një synim dhe piknisje në këtë hartim politikash. Ajo e transparencës dhe sa të çështjeve të kadastrës. Kadastra e Durrësit është një ndër shembujt më kriminal të gjithë Shqipërisë. Për këtë arsye duhet kërkuar në mënyrë imediate një vlerësim komision hetim kombëtar i procedurave që kanë filluar nga vitet 90 deri në ditët e sotshme. Procesi cinematografike, kush ka përfituar të projekteve ndërtimore dhe si këto ndohen të arkivuara në zyrat e bashkive dhe institucionet të ndryshme publike. Është një punë e cila është teknikisht e arritshme, do ja them si organist, mjafton kaq persona se jemi sa brenda një viti mes profesionistë mund të japin përgjigje të gjitha drejtësive urbane, teknike, kartografike. Dhe konsolet kaluara të viteve më parë. Kjo është një ndër pikat më të forta që funksionojnë dhe nga kjo tjetër kemi bëjmë një shtet social i cili duhet gjithmonë më tepër të ndihmojë grupet më të përishta të shoqërisë, do të flasim për grup mosha kryesisht të mëdha, por njëkohësisht të harruar rinj. Politika sociale tona synojnë kryesisht zbutjen e pabarazive gjinore, mos të kuptojmë fjalën e pabarazive gjinore si diçka përballë dy gjinive, por si diçka që ka bërë në raport me jetën profesionale dhe realizueshmërinë të tyre si individ të lirë në shoqëri. Kjo gjë bazohet pikërisht në politika sociale, në shtimin e orave të programit të shkollave, në mënyrë që të japë gjithmonë më liri prindërve, por njëkohësisht të integrojë dhe mitigojë prodhimin bujqësor së bashku me mensa dhe me shërbimet urbane publike. Nga kjo tjetër kemi bëjmë një shtet drejtës, kolona e tretë që është shumë e rëndësishme. Kolona e tretë bazohet në besimin sado pak, sado shumë dhe formime sipër të këtij sistemi drejtësie që është konkurruar në Shqipëri. Megjithatë, si lëvizje bashkë, kuptojmë fare mirë se çfarë do të thotë të ndëshkohet fenomeni dhe çfarë do të thotë të ndëshkohet individi. Në momentin shumë kulla ndërtimore në Shqipëri, nga dhe pus për kreditit të Durrësit, janë të kundërtuar. Pashka se partia në qeveri ka 12 vite dhe edhe kushtet për 12 vite duke thënë që s'do ndërtuar më pus për kreditit, sot dhe në 12 vite pas janë duke ndërtuar kulla me këshillet kombëtare të territorit, janë duke ndërtuar kulla me ministrit për kase dhe kanë dalë jashtë planeve urbane hartuese. Kjo është një krim organizat kriminal apo jo dhe thotë drejtësia për të përballur me autobus përballë drejtësisë, janë gjithë së bashku. Dhe nga kjo tjetër kemi bënë me një shtet i cili ka bëjë me aktivizmin politik shoqëror. Durrës është gati pa mundë të flasësh për të drejtat e kamionistëve, për drejtat e peshqatarëve, për drejtat e stacionit urban, për drejtat e fermerëve, për drejtat e pronës për një seri, për plazhet apo një seri drejta, sepse kontratat i kanë shkelur të dyja këmbët territoriale. Tu është dëmtuar shpirti i aktivizmit. Unë vazhdimisht kam marrë kuri 20 vjeçar në telefon, hajde aktivizohemi që modelin juaj politik, se si ju shpreheni, prind njerëz të ndryshëm kanë qenë gjithmonë pengesa, duke i thënë të shkaprosh profesionin, të shkaprosh jetën gjithë tjetër.
kjo është një hendek i madh. Fakti që kemi kaq pak tregon pikërisht se atë lloj nga që kriminaliteti në qytet, i cili ka pezu aktivizmin politik. Lëvizja bashkë synon jo vetëm të hapin një qendër, jo vetëm të hapin një hapësirë publike sheshrullare, por si të demonstrojë lëvizjet e veta sindikaliste për ka punëtorë, për ka kujton që shfrytëzohen tek në qytet dhe për ujë drejt që huan padrejtësi ekonomike, sociale dhe hapësirore. Shumë faleminderit zotë Gacanti, ja japim zotit Nazmi Shuri, kandidat i Forcës Politike. Faleminderit. Unë jam Nazmi Shuri, banor i Kursit, nga Kategoria, i afër kryesisht në lidhje me Amerikën. Kam marrë studime të larta në Fuqinë e Sigurisë, Akademinë Ushtarake, Akademinë e Sigurisë dhe Fakultetin Juridik të Shkodrës. Deri në vitin 2013 kam punuar si drejtues i lartë i Policisë së Shtetit dhe nga 2013 deri sot vazhdoj të punoj në Fuqinë e Sigurisë në një komandë që është shtrirë në gjithë Shqipërinë dhe jam drejtues i kësaj komandë. Kam vendosur një angazhim politik të fortë. Do ta quaj në një nga koalicionet mos simpatike në këto zgjedhje bashkë me kolegët që kam. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Jam kundër politikës 35 vjeçare. Jam kundër kësaj politike që kur unë isha 22 vjeç, mbaj mend Sali Berishën, mbaj mend Patos Nanon, mbaj mend Ilir Metën dhe mbaj mend Edi Rama. Pas 35 vjetësh, unë përsëri shoh të list. Të tre. Njëri jo, ai mbaroi, humbi zgjedhjet, iku punë vet, i urojmë shëndet, jetë çata. Ta tre akoma i kemi në ekran të list. Ndaj kam vendosur angazhimin politik në këtë koalicion për një politikë të re pas 35 vjetë. Shpresoj shumë që në 11 maj Tursakë, Shijanës, Kurtanë, do të votojnë me zemër për politikën e re, për koalicionin e Atlantik, por dhe për kolegët e mi që kanë kundër. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Të shporim përfundimisht klasën e vjetër politike, e cila ka marrë frymën Shqipërisë, ka person të rinj nga Shqipëria, shiko sa pak kemi për sallë, ka person të rinj dhe ka privatizuar, shtetëzuar dhe pjellur gjithçka. A e dini s'ka ngelur asgjë më për pjellur. Pas kanë pas të ngopë. Njeriu vjen një ditë edhe kur ulet para trekës, ngopet, por këta nuk u ngop kanë fund. Dhe ke fundit një ditë unë këta që tu ju që jeni më të rinj do të vdesin, do shkojnë te varresa të tyre të katror. Njeriu atje duhet të marrë dignitetin që shkojë, sepse ato që ka vjedhur nuk ka për ta marrë. Ndaj, unë kam vendosur në këto angazhim shumë të fortë, me qëllim që rinia mos të mangë. Po ju them vetëm një fakt, në familjen time patriarkale që jetoj këtu në Shkocet, nëse para 5 vjetësh, ne si familje madhe patriarkale, vetëm vëllezërit, ishim 31 vetë. Dhe kur kishin festat e mëdha, qoftë apo Bajrami, mbilleshin për ta festuar në një nga shtëpiat tona dhe duhet meshin karriket, tavolinat, edhe të shtëpiave të tjera të vëllezërve të përmbledhur bashkë për të festuar në ato festën e madhe të Kurban Bajramit apo të Bajramit apo të Vitit të Ri. Sot, mas 5 vjetëve në familjen time, janë vetëm 9 vetë. Të gjithë të tjerët kanë emigruar në 5 vjetë të fundit të bashkimin e. Kjo është një kampanë alarm për familjen time, për mua, për ju që jeni këtu dhe për mira shqiptarë të cilët kanë ikur nga sot. Koalicioni Atlantik vjen me një program të qartë, program ekonomik shumë të qartë, të certifikuar nga CDU-ja gjermane. Ne jemi program ekonomik me taksën e shesh 9%, taksa me profesionet e lira 9%. Për një familje të shëndosh, për barazi në familje dhe familje të shëndosh, çka do të thotë i japim prioritet grave krye familjare e grave të dhunuar. 2.000 euro për çdo bebe të lindur dhe 20.000 euro për bebën e tretë. Pra
që Shqipëria të shtohet, se këta e paksuan 30 vjet. 2 milionë e gjysmë jemi këtu, 2 milionë e gjysmë në 35 vjet kanë ikur jashtë. Ndaj jemi për një familje të shëndosh. Përveç kësaj, kemi edhe përmini. Pra, ngritjen e kampuseve universitare në qytetet kryesore, kryesisht Tirana, Kurs, Vlora dhe Shkodër, ku të rinj kanë të shkollohen me kurrikula ndërkombëtare. Mbështetje e të rinjve mbas studimeve të larta të 10.000 studentëve të cilët në një stash do të paguan nga shteti për të lidhur ata me punë. Dhe mjaft prioritetet të tjera të cilët e bëjnë koalicionin tonë sfidues në këto zgjedhje bashkë me koalicionet e reja. Përpara se ta mbyll, unë ju ftoj juve që i këtu, por edhe të tjerë që na dëgjojnë që shqiptarët këtë radhë duhet të votojnë me zemër, të votojnë me zemër për një politikë të re, për ne si koalicioni i ri euroatlantik, por edhe për koalicionet e tjera që kanë këtu pra pas një ndryshje. Ne në 11 maj, në 12 maj duhet ta thyejmë në mes politikën e vjetër, e cila ka gravitur gjithçka në këtë. Faleminderit. Kandidatës Regjinika Fuqive. Po, përshëndetje të gjithëve, unë jam Redinela Beqeraj, jam avokate në profesion prej 11 vitesh, dhe sot vi përpara jush si kandidate për deputete për Sharkun e Durrësit, në Këshillin Shqipëria Bëhet, në drejtimin e zotit Alberti Krapaj. Shqipëria Bëhet është një alternativë e re e së djathtës shqiptare. Është një parti politike qendrës së djathtë e cila mbështetet fuqimisht në vlerat themelore të së djathtës. Ne besojmë se vetëm parimet e qarta të lirisë, demokracisë dhe përgjegjshmërisë mund ta transformojnë Shqipërinë dhe ta shndrojnë shoqërinë shqiptare në një model zhvillimi dhe prosperiteti. Betejë jonë për demokratizimin e vendit mbështetet në 4 shtylla kryesore, 2 prej të cilave i kemi bërë realitet pa ardhur ende në pushtet. Shtylla e parë është hapja e garës politike, 100% lista të hapura. Kjo betejë na çoi deri në gjykatën kushtetuese, ku pavarësisht përplasjes me sistemin e vjetër politik dhe mospranimit nga ana e legislativit, ne gjetëm zgjidhjen për të mbajtur premtimin tonë. Dhogjëm listat e mbyllura me familjarët tanë dhe i thamë mundësi çdo kandidati të garojë lirisht dhe në mënyrë të barabartë këto zgjedhje. E dyta është vota e diasporës. Pas mbledhjes së 21.000 firmave të qytetarëve dhe paraqitjes së projektit në kuvend, vota e diasporës u bë realitet. Sot, bashkëkombësi tanë këto ku ata janë, votojnë. Shtylla e tretë është ligji për referendumet. Shqipëria ka nevojë të kthejë pushtetin në duart e qytetarëve. Një qeveri e mandatuar për 4 vjet nuk mund të vendosë përfaqen e kombit për 20, 30 apo 50 vjet. Ky absurditet duhet marrë fund. Shtylla e 4 është depolitizimi i administratës zgjedhore. Vetëm një administratë e pavarur garanton zgjedhje të lira dhe të drejta. Ne vim sot me krenari përpara jush me programin ton elektoral. 35 vite demokraci nuk ka patur Shqipëria ndonjëherë program kaq realist, kaq të prekshëm dhe kaq pranë qytetarëve. Mund të përmend sot disa nga pikat e programit ton elektoral, për shkak se është goxha voluminoz dhe më të detajuar mund ta gjeni në faqen tonë të partisë. Ne prioriteti jonë do të jetë arsimi. Rritja e buxhetit për arsimin publik në 5% të prodhimit të brendshëm bruto do të jetë në 2 vitet e para të mandatit dhe në 2 vjeçarin e mbetur të këtij mandati synojmë të arrijmë 7%. Gjithashtu, riorganizimin e orarit mësimor në 2 fasha. Fasha e detyrueshme do të jetë ajo e orës 8 me 13 mesditës, e dedikuar për mësimdhënie, dhe fasha me zgjedhje do të jetë 13 me 17 pasdite, ku fëmijët pasi të tregojnë dhe të bëjnë detyra të dhëna nga mësuesit e tyre, mund të ushtrojnë aktivitete artistike, sportive apo mësim të asistuar me mësuesit e tyre atje. Së dyti, familja dhe politika sociale. Familja është liza bazë e shoqërisë. Ne do të miratojmë programin Shtëpia ime, Atheu im, me anë të cilit do të financojmë 100% blerjen e apartamenteve deri në 80 metra katror për çiftet e reja të lidhura në martesë për herë të parë, me interes fiks 1% dhe pak kolateral. Garant do të dalë shteti. Ne gjithashtu angazhohemi të ndërtojmë një qendër moderne për riprodhimin dhe fertilitetin për çiftet me probleme të kësaj natyre. Është fakt sot se 1 në 3 çifte gjendet në vështirësi për të kushtuar. Çdo familje shqiptare duhet të gëzohet me fëmijë nëse ekziston qoftë edhe i vetëm 1% mundësi shkencore. Për sa i përket sigurisë dhe shtetit ligjor, ne synojmë depolitizimin e administratës publike. Ndarja e saj nga politika është shërbimi më i madh që mund t'i bëjmë vendit tonë.
Policia e shtetit do të jetë policia e shtetit dhe jo policia e partisë së pushtetit. Ky fenomen duhet të marrë fund përfundimisht. Duhet të rikthehet siguria dhe shpresat e qytetarëve. Luftë e pamëshirshme ndaj korrupsionit. Zyrtarët e lartë të shtetit të përfshirë në këtë vepër penale do të dënohen deri në 25 vjet burg dhe pasuritë e tyre do të konfiskohen. I tjetër pikë e programit tonë është Shqipëria Sociale. Çdo pension, ndihmë ekonomike, pagesë për jetimin apo pagesë pa aftësie nuk do të jetë më e vogël se 20.000 lekë të rinj në muaj. Pensionet e të gjitha kategorive që janë në vlerë 20.000 lekë në muaj do të rriten në këtë vlerë. Pensionet aktuale me vlerë nga 20.000 lekë e sipër do të rriten me nga 2.500 lekë në vit dhe në 4 vitet e para të qeverisjes. Për sa i përket ekonomisë dhe zhvillimit, qeverisja jonë do të jetë e bazuar në taksimin e shesh 10%. Pra nuk do të ketë në taksë progresive. Çdo qytetar i 2, 3 apo shumë punësuar do të paguajë 10% të ardhurave të tij. Do të reformojmë konceptin e mbledhjes së detyrimeve. Biznesi i vogël do të jetë me xhiro deri në 200 milion lekë të vjetra në vit me zero datim fiktimin. TVSH do të paguhet për të gjitha produktet nga të gjithë, por deri në 10% e saj do të kthehet tek qytetarët. Prioritet do të kenë produktet e shportit. Pushteti lokal do të përfitojë 10% të fitimit të shtetit nga burimet natyrore që shtrihen në territorin e tij. Vlerë kjo e cila do të kthehet mbrapa qytetarëve të zonës nëpërmjet shërbimeve, infrastrukturës dhe ndihmës ekonomike nga pushteti lokal, pra nga bashkia respektive. Për sa i përket pronës, ne synojmë një reformim në kadastrin pronave ne synojmë një reformim në kadastrin shtetëror. Shkrirja e sistemit aktual kadastral dhe kalimi i regjistrimit të certifikimit të pronave te notarit publik. Në rast të qytetarëve shqiptar, brenda dhe jashtë kufive, ne do të na mandatojmë besimin e tyre, angazhohemi që të përfundojmë procesin e legalizimeve në Republikën e Vendit tonë brenda 6 muajve, pra të japim fund kësaj historie 35 vjeçare të mbajtur penë. Ne angazhohemi që brenda 16 muajve të përfundojmë pajisjen me certifikata punësie të gjithë atyre që kanë marrë tokë bujqësore në fshat. Kufizimet për aplikimin nga ishpronarët do të ishin plotësisht. E drejta e pronës është e shenjtë dhe nuk mund të ketë kufizim në kohë. Gjithashtu, ligji për investime strategjike do të shfuqizohet deri në përfundimin e procesit të kthimit dhe të kompensimit. Nuk do të ketë më prona të shifruar me 1 euro pa garantuar më parë të drejtat e pronarëve legjitim. Unë do të dalem deri këtu me programin tonë, kur ju thash i detajuar gjendet në fashën tonë të partisë. Ftoj gjithë qytetarët që do të janë të dalin në 11 maj të votojnë masivisht, të shfaqin revoltën e tyre me votë dhe të votojnë me zemër dhe me mendje konsiente. Fjala për kandidatën Ksubi. Faleminderit Vali. Unë jam Rezar Tupi, me profesionin jam avokat, kam një pak në 2 dekada që është për profesionin avokat, kam pas një detemi angazhim të hershëm politik, sidomos në qytetin e Durrësit, sot pak në 10 vite vetëm. Kam marrë pjesë në shumë fushata, kam marrë pjesë në shumë projekte politike, kam parë shumë programe. Edhe që unë do të them sot është shumë herë më thjesht se një program politik një parti. Asa që këtojnë sa pjesë të dërmuar se ju e janë. Dhe ndryshe nga Nazmiu, unë nuk mendoj që nuk kanë të shpjetin, më kanë të shpjetin, nuk të vjetin të ardhme. Dhe për të postejuar që të vjetin të ardhme, do të dojmë të bëjmë sot një politik të re, 11 maj të hapim një derë të re, që të mbyllim këtë politikën e vjetër, që vazhdon vjetë e nuk parë. Që të ndërtojmë për Durrësin. Ne gjithë jetojmë në Durrës. Dhe interesi jonë që është interesi primar është se si mund të rregullojmë jetesën në Durrës, si mund ta bëjmë më të duhur. Më të duhur jo vetëm për ne, që kemi krijuar familje, që kemi investuar si individualitetet, por përgjithsisht për ju. Ju jeni ata që do të trashëgoni, ju jeni ata që do ta zhvilloni më tepër. Dhe për zhvilluar Durrësin, do të shkojmë ato që janë prioritetet. Do flasim për një program politik, një program elektoral, do flasim për atë program politik dhe elektoral që intereson qytetin. Dhe ky qytet ka vetëm 3 shtylla në cilat mund të shkojë. Që nga viti 95 u mbaj mend që bëhen fushat elektorale të Durrës, ka gjithmonë vetëm 3 prioritete: turizëm, tregti, transport. Dhe këto 3 shtylla korrigjojnë jetesën në Durrës, krijojnë vende të pune për ju, dhe ju japin mundësi të zhvilloni, të krijoni të ardhurat, të krijoni biznese, krijoni të familje. Nuk mund të ketë taksa të sheshta apo taksa progresive, nuk mund të ketë drejta prone nëse nuk zhvillohet ekonomia. Dhe ajo që intereson Durrësit është zhvillimi i turizmit. Sot që flasim, nëse ne do të ishim në qeveri, do të ishim të krijonin 3.000 vende pune vetëm nga turizmi i Durrës. Dhe kjo nuk ndodh, pse? Se nuk është fokusi i kësaj qeverie. Nuk ndodh që ju keni mundësi të keni një arsim më të mirë,
shkolla në cilën shumica për ju në besoj që studioni që shumicit e Aleksiu, vazhdon të jetë nikotin pa një ndërtimi. Është nikotin e cila nuk investon për një orientue, është nikotin e cila nuk investon për studimin tuaj profesional, dhe në fund ditës kur dilni nga ky tregu i punës, dilni treg punës, është tregu i punës i kontrolluar gjërësisht nga partia pushtet. Pse? Sepse Shqipëria nuk ka meritokraci që do të thotë ai që është studenti më i mirë, përfitoj nga tregu i punës, të marrë pagesë më të mirë, i dhe ai që ecën përpara një. Ajo që ndodh, rëndon, është që punët fillojnë gjithë ata që kanë një lidhje politike. Kjo është deformimi që i ka ndodhur shtetit në demokracinë shqiptare. Dhe nëse duam të korrigjojmë këtë gjë, do të kemi program politik që e para punës kufizon rolin e shtetit, jep mundësi qytetarit që do, jep mundësi periudhë që do, duke ndihmuar, duke shtuar fondet për arsimit, po jo duke shtuar fondet për arsimit siç ndodh tani, shkojmë dhe të investojmë në mobilje, po duke shtuar fondet për arsimit që të rrisi ju profesionalisht të bëjmë më të afër jemi. Duke ju dhënë mundësi që të investoni kur dilni nga bankat e shkollës, të krijoni biznese që të krijoni, bëheni sipërmarrës, krijoni tarë për vete, por familjet tuaj dhe për gjithë qytetin. Të gjitha këto bashkë bëhen reforma shkollërisht. Para punës, duke kufizuar shtetin. Në programin tonë politik ne kemi një shtet shumë të vogël, 150 institucione. Sot total janë 827 institucione sekondare në Shqipëri dhe një administratë është 186.000 punësuar. Ndërkohë që nëse të merrim shembullin e Slovenisë, Slovenia ka është një shtet i njëjtë me tonë, ka një administratë për vetëm 50.000 punësuar. E dyta që është shumë e rëndësishme, kufizimi i rolit të shtetit në hyrjes së shtetit në ekonomi. Nëse kemi vërtetuar një fakt në këto 35 vjet demokraci, kemi vërtetuar faktin që shqiptarët janë sipërmarrës shumë të mirë. Kudo kanë shkuar në botë, kanë ecur përpara dhe kanë krijuar sipërmarrje. Pse? Sepse në vendet e tjera tregu është i lirë. Në Shqipëri tregu është i hapur. Ajo që duhet bërë shtirohet tregu që gjithë ju keni mundësi me idetë tuaja, me vullnetin, me punën tuaj të përpara të krijoni sipërmarrjet tuaja. Por kjo nuk zgjidhet nëse në pushtet do vazhdojmë kemi një qeveri që është përnjishme në ekonomi dhe që nuk den asnjë hapësirë për asnjë nga ju. Dhe treta që është e rëndësishme për shtuar kursin, duhet që ju që jeni prindër të keni rol më aktiv. Nuk mundet të ketë demokraci dhe nuk mund të ketë ndryshim rrënjësor të mënyrës se funksionon shteti shqiptar, por sa kohë të ri vazhdojnë jetën e tyre. Nëse ju nuk merrni pjesën aktive, rolin aktiv që duhet të kishni, nuk do të ketë ndryshimi të vi vetëm për ju të përfshirë. Nëse ju përfshirni, do të kuptoni që ky sistem që është rritur në këto 35 vjet në Shqipëri është sistem që do të vijë të ardhmen, dhe ndaj cilit ju do të kuptoni. Kështu që çdo program politik, nuk mund të flasë sa tonë për 5% apo 10% për taksat çështja, nuk ju zgjidhin këto probleme që kemi. Nevoja që kemi sot është nevojë urgjente është të ndryshojmë sistemin. Krijojmë një shtet i cili ka hapësira për të gjithë qytetarët e tij, veçanërisht për të rinj. Në mënyrë që ju të qëndroni në Shqipëri, ju të zhvilloni në Shqipëri, ne pastaj kemi një vend shumë më të mirë se ky që kemi. Përshëndetje, unë jam Jonida Qeqe, kandidate nga Partia Mundësia. Kam përfunduar studimet e larta për ekonomi dhe ushtroj si profesion për 15 vjetësh. Kam zyrën time të kontabilitetit, ku të rinjt janë gjithmonë pjesë e asaj zyre. U kam shtrirë dorën dhe u kam ofruar një mundësi të cilën mua nuk më dha për këto 15 vite. Të qenit ekonomiste më ka bërë të mundur të jem në kontakt të përditshëm me problematika dhe sfidat të ndryshme të natyrës ekonomike. Profesioni më ka bërë të përballem me problematika të ndryshme, qofshin këto në lidhje me bizneset apo me njerëzit e thjeshtë. Ajo që dua të bëj është të përdor përvojën time për të dhënë zgjidhje konkrete, reale dhe të prekshme, për të përmirësuar jetën e qytetarëve. Dhe kjo mund të realizohet vetëm duke qenë pjesë e aktivitetit politik. Kemi parë gjithë këto vite ku askush nuk mendon për qytetarin, por vetëm si të pasurohen. Unë jam përfshirë shumë në aktivizëm, sidomos në periudhën e tërmetit, ku dëmtuam shumë. Kam ngritur zërin dhe jam përballur me institucionet pikërisht që e drejta të mbizotroj. Kam mbrojtur interesin e qytetarëve dursak dhe dua të bëj të njëjtën gjë kur të jem në parlament. Por jo vetëm për çështjet e ekonomisë,
por çdo kaos që shqetëson banorët e Durrësit, apo ka ndikim negativ për Durrësin. Siç e tha dhe kolegu, aseti kryesor Durrësi ka turizmi. Turizmi nuk është në nivelet e dukura në Durrës. Turizmi ashtu siç ka të mirat e veta, ka dhe pasoja. Ne kemi një infrastrukturë shumë të dobët për të përmbetjen, probleme me përmbytjen, me kanalizimet, ashtu si sjell të mira sjell edhe pasoja turizmi. Ajo që durrësakët duhet të dinë është që ne jemi për një qasje ndryshe nga ajo që kemi pasur këto 34 vite. Dhe si një njeri i rritur profesionalisht dhe personalisht në Durrës, ku kam krijuar familjen dhe duke qenë pjesë aktive e përditshmërisë, shumë problematika na prekin, edhe mua në mënyrë të drejtë për drejtë. Ndaj do mundohemi gjithmonë që të gjejmë zgjidhje për çdo gjë. Zëri duhet ngritur gjithmonë, duke ballafaquar me banorët dhe më pas të përcjellë zërin e tyre në parlament. Ne besojmë në një shtet të vogël, jo nga madhësia, por nga ndërhyrja, një shtet që jep më shumë liri individit, që nuk mbyt me burokraci, por lehtëson jetën e qytetarëve. Një shtet ku njeriu nuk ka nevojë të bërtasi për të marrë një të drejtë të tij. Nuk mund të ketë një Shqipëri të ndershme pa barazi gjinore. Çdo grua që heshtet, çdo vajzë që kufizohet është një plagë tjetër në trupin e kombit tonë. Barazia gjinore nuk është favor, nuk është privilegj, është një e drejtë. Është themeli i një shoqërie të shëndetshme, është zëri i munguar që duhet të jehojë në çdo zyrë, në çdo vendim, në çdo ëndër të re që lind. Sepse vetëm atëherë kur ndershmëria dhe barazia ecin krah për krah, mund të themi me krenari, kemi ndërtuar Shqipërinë që fëmijët tanë meritojnë. Unë hyj në politikë jo për pushtet, as për karike, por për përgjegjësi. Se e kam ndier gjithmonë në lëkurë këtë problem. Do të thotë të mos kesh askënd që të të hapi dyer dhe të të mbështesi, të të shtrijë dorën. Nuk I kam të gjitha përgjigjet për pyetjet tuaja në këtë moment, për të kuptuar dhe për të vepruar ndershëm. E ndoshta kjo është ajo që na ka munguar më shumë. Dhe pikërisht për këtë jam krenare që jam pjesë e një partie politike e cila ndan të njëjtat vlera dhe ka ndërtuar një platformë konkrete mbi këto parime. Platforma jonë përmban 50% ulje të kostove të administratës publike për një shtet më efikas dhe më pranë qytetarit. Meritokraci dhe transparencë për t'i dhënë fund emërimeve politike dhe për t'i dhënë vendin që meritojnë profesionistëve. Subvencione për profesionet e tjera dhe startup-et, sepse një ekonomi e shëndetshme lind nga idetë dhe përpjekjet e të rinjve, jo nga tenderat e mbyllur. Unë kam besim që në 11 maj ne të gjithë do shkojmë me mendje, me zemër dhe do votojmë atë që është më e mira për ne, për veten tonë. Faleminderit. Faleminderit të gjithë kandidatëve dhe përkohësisht juve që i ndoqët ata dhe besoj që në rast se kam bërë në një pyetje që kam marrë përgjigje, është sigurisht ky momenti për të drejtuar pyetje kandidatëve nga salla, nga dhe nga ne. Por para se të kalojmë tek pyetjet, më lejoni t'ju kujtoj se ky forum publik është organizuar njësoj si në qarqet e tjera ku mjeti pop është aktiv. Gjithmonë, për të pasur hapësira e dialogu mes qytetarëve dhe kandidatëve për deputet të Kuvendit të Shqipërisë. Ndaj në këtë pjesë të forumit do të përthurim pyetjet ashtu siç tash në sallë dhe nga kandidatët duhet të kenë parasysh atë që anoncova që në fillim, përgjigjet janë 1 minutë. Unë po zhvendosem në sallë, pikërisht për t'ia dhënë mikrofonin, për që
Përshëndetje, jam Muza Sinani, banore fshatit Kulli si administrative Sup. Zona e Supit dhe finalisht Kulla ka probleme me azhonimi. Banorët nuk kanë hipotekat e banesave të tyre, të cilat pas mund të shërisë dhe as mund t'i blej. Dhe kërkojmë këto hipoteka për shumë vitesh. Si mendoni ju, çfarë mund të bëni për ta zgjidhur këtë problem serioz? Zota Arkan, drejtor, Arkan. Zona e Supit, veçanërisht fshati Kull, ka probleme me azhonimin. Okej. Pra banorët nuk kanë hipotekat e banesave të tyre. Të cilat as mund të shërisin dhe as mund t'i blejnë. Po, e gjithë zona e pa azhonim. Unë vetë kam kritikuar tezën e doktoranturës në 2018 në bisedën e kanalës për tezat e banesave të pa legalizuar. Të themi që do të legalizohen të gjitha është mashtrim. Janë 4 kategori banesash që nuk mund të legalizohen asnjëherë. Një prototip është banesat afër infrastrukturave të ndaja, e komunave të stradave, një tjetër është ato që kanë probleme parcelash, një tjetër është ato që kanë probleme incidentistike të kërkesës, dhe një kategori tjetër është kategoria 4 probabilitare, ato që kanë probleme vetë me personë që nuk mund të paguajnë ose nuk gjenden aty, banesat kanë mbaruar karabinat e tjerë të radhë. Këto 4 faktorë, 4 kategori kanë tendencë ligjore urbanistike. Prandaj është nevojshme politikat sociale që të rialokohen afër banorëve dhe që të përgjigje qoftë për territorin, qoftë për ta banorë brenda zonës, duke i dhënë alternativa, duke i dhënë shumë mundësi të zgjedhjes të gjitha dhe jo të forcimit të dobimit siç ndodh sot. Edhe me politika është me qartë, ne politika e re themi që këtë problem do ta zgjidhim shumë shpejt brenda një viti. 8 vjet Partia Demokratike ka mbyll për 8 vjet. Për 4 vjet e mashtoi 12 dhe mashtoi çdo natë, do të aparoj këtë vit, do të aparoj për 4 vjeçar dhe pjesa më e madhe, pjesa e tjera kanë legalizuar. Kuptohet që ka kategori që nuk mund të bëhen për shkak të projekteve që kemi, qofshin të rajonale apo projekte të lagjeve, të cilat qytetarit duhet t'i bëhet me dije që ky legalizim nuk bëhet, duhet të kompensohet 100% në vlerën e tregut dhe ai të marrë para ose të strehë nga bashkia dhe projekte sociale. Ndërsa për të tjerat, brenda një viti të parë qeverisë nëse nuk bëhen edhe ne që kemi për politikë e re, po ju mashtrojnë kohë. Sepse këta ju mashtruan 35 vjet, ju kanë marrë kvotat, ju kanë vjedhur, do ju legalizojnë këtë vit, tjetër këtë mandat dhe asnjëherë nuk i bën. Kanë marrë kvotat, ju kanë thyer shpinën. Ne ndaj jemi këtu si të ri për ta bërë këtë punë. Ose po më ne atëherë faleminderit. Cilat janë prioritetet për zonat rurale në mënyrë specifike për njësinë administrative Sup, fshati Kull? Çfarë prioritetesh ka sektori i bujqësisë? Prioritetet për zonat rurale, njësia administrative Sup, sektori i bujqësisë. Prioritetet për zonat pra njësia administrative Sup, fshati Kull janë unë. Ose për zonat rurale në përgjithësi flas. Korrekte. Thua që të bëjnë një parti politike, të bëjnë një program specifik për një zonë rajonale. Është gjë e madhe besoj. Jo, nuk është gjë e madhe, por nuk bën sens. Për shteti bën politika të mëdha, bën politika lokale. Ai do të ishte një politikë që takon të bashkisë ose njësinë administrative të fshije. Por gjithmonë do të ishte brenda një politikë. Atëherë ka dy gjëra që duhet ndodhin në raportin me bujqësinë në Shqipëri. E para punës do të ketë një rol më aktiv ajo që është sektoret e ekstensionit shumë bujqësisë, që ato që detajojnë ose informojnë ose këshillojnë fermerin se çfarë do të ndodhë ose çfarë mund të mbillet në parcelën që ai ka. Dhe dyta është çështja e financimit. Sot që flasim fermerët kanë një problem të financimit të përpritjes të tyre në raport me
aktivitetin bujqësor që ato kërkojnë që bëjnë. I vetë financimi që jetë sot janë financimet që kalojnë nga SHPR-ja, që për faktin tonë mirë gjithë të që ka ndodhur në këto 10-12 ditë të fundit dhe si janë transformuar këto fonde. Kështu që për të zhvilluar zonën rurale duhen 3 elemente: transporti, paratë dhe këshillimi për mënyrën se si duhet të zhvillohet dhe çfarë mund të zhvillohet. Është e kohë, në raport në mënyrë një problem në Shqipëri, që është problemi i copëzimit parcelave bujqësore. Dhe në përmend shqiptar, ose ka një ligj nga 2003 në Shqipëri që është ligji për bashkëpunimin, për kooperimin dhe bashkëpunimin e ndërsjellë, nuk aplikojnë për bashkimin e tyre në grupa të bashkuara, në sipërfaqe më të mëdha që të kishin organizatore. Kjo është një nga gjërat që do të ndodhë, dhe kjo do të ndodhë me mbikëqyrjen e shtetit dhe me financimin e shtetit, që do të thotë shteti, në momentin që pretendon shëron të financojë fermierin, do të thotë që ashtu do të fermojë, do të financojë për sipërfaqe të mëdha. Dhe jo më financim në mes strukturave administrative shtetërore, të cilat prodhojnë pakun deri sot në Shqipëri kanë prodhuar korrupsion, por në mes sistemit bankar. Faleminderit. Dhe një pyetje tjetër. Çfarë politikash kandidatët do të kërkojnë për të fjalën edhe personale. po një pyetje kanë mbarë të është tjetër. Atëherë, në lidhje me bujqësinë, ne si partia re politike, Lista Shqipëria Bëhet, kemi parashikuar përfaqësinë për të krijuar bankën kombëtare agrare. Pra, i vinë në ndihmë fermerit dhe plektorit me kredi të butë deri në 100.000 euro. Gjithashtu një koncept i që ne fusim. Janë subvencione për program, pra për njësi prodhimi. Dy parashikimet që ne kemi i dedikojmë bujqësisë. Ndërkohë do doja të ndalesha pyetja juaj e parë në lidhje me legalizimin. Atëherë, kjo është një plan 35 vjeçare. Të gjitha partitë që janë sprovuar në pushtet kanë shkruar çdo herë. Ndërkohë, në momentin se cili për nesh dua të sjell ligjin, i cili parashikon vetëm 90 ditë kohë nga momenti i aplikimit. Që do të thotë, brenda 3 muajsh çdo qytetar që aplikon për të pajisur me certifikat mundësie, shteti është detyruar ta marrë praktikën e tij, ta shqyrtojë dhe të vendosë mbi atë praktikë. Kanë kaluar 35 vite. Ne vim me, siç e përmenda edhe pak më parë në programin elektoral, dhe parashikojmë që ta përfundojmë këtë procedurë brenda 6 muajsh. Ndërkohë, të gjithë përfituesit qytetarët tanë që kanë marrë tokë nga ligji 751 brenda 16 muajsh. Është e mundur, duhet thjesht vullnet dhe punë. Një pyetje të fundit. Çfarë politikash do ndiqen për punësimin? Po. Pyetja si periferit dhe realitetit. Falenderoj për pyetjen, është shumë e rëndësishme që Lëvizja Bashki ka vënë një rëndësi prioritare të kryeshta periferive, që ose para 10 viteve periferit ose zona rurale ishin tek i shpresës ku Durrësi ka mbledhur të gjithë popullsitë e Shqipërisë, sot problemet e shpresës janë praktikisur si pasojë shërbimeve publike, urbane si pasojë e mirave përgjithsisht në rrugë. E asi Shupti është një rast ku rruga kryesore është Sh-29. Sh-29 është akoma rrugë shtetërore. Aty janë gjithë industritë përpunuese, pymi bashkë banesa. Rastet më flagrante janë rastet e ndotjes vitisit, qoftë në Shijak, qoftë në Pushkryuj, mbetjet grumbullohen, nuk transportohen, këto mbetje merren dhe çohen tek industritë përpunuese të materialit të ndërtimit. Materialet të ndërtimit pastaj shkojnë në ullat dhe të gjithë tjerat me radhë. Është një sektor i tillur i cili ka plazmuar dhe ka bllokuar komplet përmbajtjen e periferisë. Nëse ne nuk marrim dhe investigojmë pikërisht sektorin e ndërtimit, si është duke përpunuar në periferi, si është duke u rrugëruar njerëz, qoftë në shëndetin e tyre, qoftë në rrogat, në tasa, ne nuk kemi asnjë ndryshim të periferive. Periferit duhet të fillojnë nga vendet e punës, nga dalja nga rrugërimi i fabrikave dhe që janë rrogat minimale dhe i gjitha transferimin e këtyre punëtorëve dhe banorëve. Në mënyrë që ato të shohin të mirat aty ku janë dhe të mos migrojnë. Kjo është një sfidë shumë e madhe, sfidë me gjitha në ekonominë të cilat i kanë parë periferinë si vendet të rroboreve të punës shpërndësit. Falenderoj. Një minutë Më doja të sjellja një informacion për gjithë kandidatët e forcat politike, faktin se fermerët, duke qëndruar tek Tonja, kanë nevojë vetëm për mbështetje në prodhim, por për mbështetje edhe në tregë. Sepse shpesh të gjithë produktet e tyre shkojnë vend dhe kjo duhet të jetë përparësi edhe për politikat që ndryshojnë.
Po pra, atëherë, kur flasim për këshillimin, këshillimi qa nocion është? Është nocion që nuk ka lidhje vetëm me çfarë propon toka popullore, po ka lidhje me edhe kërkesën e tij. E përtim për shteti nuk është këshillues, nuk është kontrollues tregu. Tregu është entitet i lirë. Është tregu që përcakton çfarë shihet dhe çfarë nuk shihet. Ajo që bën shteti është këshillojë fermerit, pas gjithë statistikave dhe informacionet që ka, dhe politikave që duhet bëjnë raport mos hyrje në mallra që janë mallra konkurruese, të këshillojë fermerit çfarë është ajo drejta saj dhe cilët duhet ta orientojë ai prodhimin. Në këtë mënyrë ne punon të tregun, dhe pastaj kemi nocion tjetër, që ne kemi prandaj ngulim këmbë shumë për kushte. Nëse ne do të zhvillojmë turizmin, për efekt të prodhojë konsumit dhe për efekt konsumit do të prodhojë nevojën për prodhimin e konsumit. Faktat që favorizojnë edhe fermerin në prodhimin e botës. Çfarë politika është do ndiqen në punësimin e të rinjve që të mos braktisin vendin por të kthehen të investojnë në vendin e tyre. Çfarë politika është do ndiqen për punësimin e të rinjve që të mos e braktisin vendin por të investojnë në vendin e tyre, të kthehen të investojnë në vendin e tyre. Emigrimi është një problem, një plagë e thellë për Shqipërinë në kohën që vazhdon prej 30 vitesh. Çfarë parashikon por të bëjë për programin e drejtuar konkretisht për të mbajtur historinë këtu? Si mi jam të një përgjigje një arse, pastaj sa nga këta, po fakti që janë këtu, të muar në qenë që janë këtu. Jemi këtu se duam të tonë, të dëmë tipik. A i keni menduar me 10 janë, ama jemi këtu. Jemi këtu se besojmë në ndryshim. Prandaj dhe është kjo përballje e ofertave politike, por edhe e qytetarëve me ju për të ditur se si e parashikoni ju mbajtjen e të rinjve, por edhe të gjitha grupmoshave, sepse nuk është vetëm ikja e të rinjve, por edhe grupmoshave më të mëdha që tentojnë të largohen nga vendi për të gjetur një jetë gjithmonë më të mirë këtu tjetër. Përgjigje? Ja. Atëherë, në programin e Partisë Mundësia i është dhënë një hapësirë shumë e rëndësishme të rinjve dhe atyre që duan të qëndrojnë në vendin e tyre. Ne do mundohemi më shumë që të krijojmë hapësira të barabarta dhe reale, mundësi reale për të gjithë që të jenë të barabartë përpara mundësive që ofron tregu, që mos të largohen që këtej, po të qëndrojnë në vendin e tyre. Mundësi që na janë dhënë ne, unë e kam nisur nga zero, pa patur mbështetje as nga politika dhe as nga pushteti. Ja kam dalë vetë, ja kam dalë nga zero, kështu që një mundësi për gjithë që të jetë reale e barabartë për t'ja dalë vetë. Cilat janë mundësitë? Si konkurruese pra, të kenë të drejtën të gjithë që të konkurrojnë në drejtë të lirë. Mos jenë vetëm ata që kanë nisur për pushtetin, por të gjithë sipas aftësive të tyre. Por si do realizohet kjo, sepse në Paris të gjithë qëndrojnë në stanë, të barabartë. Si do të Ka dy arsye që pengojnë sot zhvillimin e individit. Para punës është mos formimi me personal. Tasin nga nivelli profesional. Ajo që prodhojnë sot universitetet nuk është në niveli që duhet prodhonë. Nuk po themi që niveli është derisa politikisht, por nuk është në nivel që duhet prodhonë dhe që prodhonë intensiv të punës, që është gjëja e parë, dhe kjo vjen për një arsye shumë thjeshtë, sepse tregu i punës vetë është deformuar. Sepse tregu i punës në sektorin privat është i tillë që është vogël, nuk shqyrtohet, dhe ai që është tregu publik është tregu i kapur politikisht.
E këto janë dy arsye. Do thotë njëri kur mbaron shkollën, pavarësisht se shkolla më regionale apo kombëtare, ka dy opsione. Punësohet ose të krijojë një aktivitet apo të zhvillojë një sipërmarrje time private. Këto janë dy mundësitë që ka i riu për të program. Sot në Shqipëri këto të dyja janë të cunguar, si nga ana profesionale për të zhvilluar si punësuar, se nuk ekziston në tregtin e punës. Dhe kjo vjen për dy arsye, sepse ne kemi një shoqëri të zhvilluar ekonomikisht. Që do të thotë, do të bëjmë njëkohësisht disa gjëra bashkë dhe programi këtë koncept ka. Që do të thotë, e para punës do të përmirësojmë sistemin arsimor, që këta punës do të çlirojmë tregun nga monopolizimi dhe oligarkizimi që ka tregu sot. Dhe e treta është ti mund si subvencionojmë të rinj që përmes aftësive profesionale, përmes lirisë të tregu, të zhvend zbatim ato që janë pastaj kriteret apo aftësitë veta profesionale. Dhe për këtë gjë duhen 3 gjëra të thjeshta që kemi parashikuar në program. E para punës rritja e buxhetit për arsimit, po jo rritja për të bërë mobili, por rritja cilësore në nivelin profesional, aftësimi dhe pas universitar. E dyta është zvoglimi i forcës së punës së shtetit dhe ndihmi meritokracisë për ata që duan punojnë në administratë publike. Dhe treta që është më e rëndësishme është të rritur shërbimin ekonomik të shtetit, do të krijohen vende pune, do të krijohet konkurrencë, do të jetojnë ose do të eci përpara ata që janë më të mirë. Cilat janë hapat që do të ndërmerrni, në rast se merrni pushtetin, për të përmirësuar cilësinë e arsimit, pasi besoj të gjithë shimin problem. Cilësia e arsimit e para gjë që do të ndodhi është lloj e para punës të universitarëve dhe dyta është më e rëndësishme është autonomia universitare. Autonomia e universitetit do të bëhet konkurrencë me tyre, sot e kemi një konkurrencë por e kemi të shkuar me privat. Por duke dhënë autonomi të këto universitete, duke i futur dhe ata në tregun e mirë. Dhe që ndodhë sot është universitetet qa fitojnë vetë i shëndojnë, pastaj nuk bëhet e para të lirë nga shteti, për ato që do të kishin bërë me para që ka fituar. Nëse e kalojnë universitetet si entitete private, që duhet menaxhojnë fondet e tyre, duhet këto fonde të krijojnë interese studentëve të zhvillohen, atëherë do të kemi bërë hapin e parë. Dhe hapi i dytë pastaj është korrigjimi kurikulave në raport me atë që është nevoja e kohës. Ne sot vazhdojmë të prodhojmë juristë dhe ekonomistë pafund, ndërkohë që tregu i punës kërkon inxhinier, kërkon informaticien, kërkon teknolog, agronom. Unë do doja të shkruaj vetëm diçka. Në fillim të prezantimit e evidentova si prioritet i partisë tonë gjendjen e arsimit publik. Pra ka 2.3% që është sot aktualisht në fund të mandatit ka, dhe kadrë të qeverisë ne synojmë ta çojmë 7% dhe jo pa qëllim. Gjithashtu në programin tonë ne synojmë të çojmë shumë të japim kredi pa interes për studimet e larta për studentët tanë. Një tjetër pikë që parashikojmë në programin tonë është të mbështesim studentët e mësuesisë. Pra, nëse ata deri tani kanë bërë të pamundur për ta ulur nivelin e marrjes së dijes në shkollat tona, ne synojmë të vijmë në ndihmë mësuesve, studentëve tanë, rinjve tanë për të shkolluar, për të mirë arsimuar, për të dalë në treg profesionist. Dhe mbi bazën e meritokracisë së tyre, ata pastaj do pozicionohen në punët që ata ndërrojnë, në bizneset që ata duan, sipas edhe parashikimeve që ne për në programin. Faleminderit. Ç'është shumë e rëndësishme çështja e rritjes. Unë sa më përmend atë në kalim kryes që thash më kanë ikur që do të rrallë dhe familjes tim, edhe kryesisht. Kanë ikur sepse nuk gjejnë mundësi në Shqipëri, nuk gjejnë paka të ulta dhe nuk vallojnë kushtin e jetesës për të rritur familje të shëndetshëm, por dhe kushti i jetesës për i perspektivë të rinjve që kenë mundësi të kenë një shqiptër. Shqipëria është e papur për ta arritur. Kjo këto politika e shtremur të gjithë këto vite që nuk ka bërë asnjë kuarsi. Ne mendojmë si politikë e re ta ndryshojmë këtë fakt. Ta ndryshojmë nëpërmjet arsimit, ristrukturimit të arsimit mesëm. Arsimin 8 vjeçar dhe të mesëm, treg, ushqim, treg në çdo vend për të gjitha shkollat sistemit arsimor, 9 vjeçar dhe të gjithë. Do mi shëndetshëm, do mi ushqyer, jo fëmijë pa ushqyer.
duke dalë ushqyer mirë është i mendshëm mirë për rrugën e jetës nesër. Stazh për 10.000 të rinj që të lidhin punën me shkollë, të paguar në shtet, të cilët ata mos kenë mundësinë, por të punojnë këtu në Shqipëri. Meritokraci. Çfarë do të thotë meritokraci në çdo hall pushteti? Njëri sot ose djali që ka mbaruar pushtetin është e pamundur të gjejë punë në shtet. Në privat do të konkurrojë kuptohet që meritokracia e privatit është më e lirshme. Por dhe aty kanë hyrë, të hyrë politika, deputeti, ish deputeti, ministri, më rrugëllo djali, më rrugëllo vajzë, dhe aty është nuk është, sepse dhe aty oligarkët janë. Ndërsa në shtet nuk po të 10% e administratës apo 20% do mund punojnë janë profesionistë. 80% janë papronash. Perspektiva politike të ndryve të Shqipërisë. Kjo gjë duhet ndryshojë të gjitha duke dënuar fenomenet. Duke dënuar fenomenet gjykatës prokurori fare mirë, ka raste në Itali, 1990 me Partin Demokristjane që kishte mbi 40 vite që ndërtonte në rivjerën e Italisë, edhe që merrte ujin apo çfarë do lloj një republike Italisë. E njëjta gjë do të ndodhi edhe në Shqipëri. Dhe shpresojmë pikërisht që kjo gjë të jetë një herë mirë përgjigjja e duhur ndaj korrupsionit sistematik. Përshëndetje, Flavia. Atëherë, unë do ndalem shkurtimisht dy pyetje shumë të shkurtra për dy problematika më të mëdha të Durrësit dhe të vetë shtetit tonë. Domethënë, atëherë e para është që a mendoni që brenda 4 vitesh do të arrini ta zgjidhni pjesën e kadastrës? Domethënë do të jenë të gjitha kapacitetet profesionale dhe gjërat e tjera në lidhje me kadastrën, sepse flasim për një ligj që ka probleme të trashëguara. Dhe e dyta, në lidhje me pensionet, ne dimë që të ardhurat për pensionet e pleqërisë apo për shumë kategori të tjera vijnë nga gjenerimi i të ardhurave nga rinia. Çfarë do bëni për ta kthyer edhe atë pjesë të rinisë që ka ikur, ashtu siç edhe neve që jemi këtu, po për ta kthyer edhe pjesën e rinisë që ka ikur. Pjesën e emigrantëve, duke që kemi shumë emigrantë rreth të qartë botës. Dhe çfarë do bëni konkretisht për ta rikthyer këtu që të investojë dhe të prodhojë të ardhurën? Faleminderit. Vajza do të reflektojë të faktin që kemi shumë pensionistë ndërkohë forcat e Dhe është një pyetje shumë serioze, praktikisht në Shqipëri, sektori ka përgjithsisht 60-65% punojnë të zezë. Punojnë të zezë, kjo gjë është një realitet i cili çungon më pas të ardhurat shtetërore, çungon më pas edhe politikat sociale, mundësitë politika sociale. Sikur kjo mos mungonte, vetëm kjo mos mungonte, do kuptojmë që ne kemi vjedhje territoriale. Çfarë do të thotë kjo gjë? Do të thotë që ka shumë oligarkë që i kanë fituar dhe çmime Forbes, që janë gati me oligarkët e ndjekur të që shqipni asetet, apo nuk kam karmoneda, nuk kam asete. Sepse qeveria pushteti ka dhënë pulla, i ka dhënë toka, i ka dhënë një seri që është shme. Dhe gjitha këto vlerësohen si lekë. Po çfarë do të thotë për ne mirëqenie si shoqëri? Apo kthehen këto në rroga, apo kthehen këto në vende profesionit të ri, formimi profesional, apo kthehen këto mirëqenie urbane publike. Pra kemi një shtim pasurim, që shtohet gjithmonë me tepër, por nga krau tjetër nuk kemi asnjë lloj gjëje, jo vetëm të peshme, të matshme apo të njësueshme apo të shikueshme, por mbi të gjitha asnjë gjë të investueshme në territor në dobi të rrugëve dhe politikave sociale. Kjo është një gjë e cila duhet, është një perte e cila mbulon këto lloj biznesesh, i cili bën të duken kapital si suksesshëm, por nga krau tjetër na ka vajguruar me pakte territoriale të cilat gjithmonë më tepër nuk i japin mundësi njerëzve që të prosperojnë. Studentët ishte drejt për drejt. A do të arrijë në një mandat 4 vjeçar të zgjidhni problemin e hipotekimit të pronave? Është e mundur, unë e preka pak më parë që është e cilëshme, ligji e parashikon 30 ditë dhe ne kërkojmë 6 muaj me një kuptim të qytetarëve për ta zgjedhur pra. Ligji kërkon 3 muaj, 30 ditë dhe ne
e publikut tuaj premton që të na çëshmojmë në Brazilin. Është e mundur. Ne kemi ardhur me një program elektoral të përgatitur nga specialistët, ekspertët e fushës, nuk është se kemi ardhur të më boshe. Kjo është e sigurt. Po në temë korrupsionin do të shkojë se s'mu dha mundësia të flisja. Korrupsioni, ngelet korrupsion, pavarësisht se si të ofrohet, ti merr një favor të saktuar ndaj një shpërblimi. Duhet të dënuar që nga ai minimal deri tek ai maksimal. Ne në programin tonë parashikojmë të ndërhyjmë në legjislacionin penal, duke e cilësuar veprat të tradhtisë së rëndë kombëtare, të gjitha veprat të konsumuara nga zyrtarët e lartë të shtetit dhe duke i dënuar ato me 25 mijë euro plus konfiskim të pasurisë. Pra, atë pasuri të përfituar nga korrupsioni ta kthejmë në duart e qytetarëve dhe ofruar si shërbim. Vetëm kështu ne mund ta ndëshkojmë korrupsionin dhe të gjithë bashkë të bëhemi më të përgjegjshëm. Për tokat. Procesi i tokave zgjidhet në më pak se 4 vjet realisht. Zgjidhet në 2 faza. Faza e parë është faza e kadastrës digjitale, sepse klasë kemi akoma probleme me digitalizimin e hapësirës territoriale të Shqipërisë. Në sot ende punojmë me harta në kërkesë, me kadër, me 50, me 20, janë harta ndër, ndërkohë që ka mbi 6 vjet që ka filluar procesi i digitalizimit të kadastrës nuk ka përfunduar. Kjo është gjëja e parë, dhe gjëja e dytë, procesi për zgjidhje e problemit të tokës Shqipëri nuk ka rrjedhë dot, nëse nuk zgjidhen dot problemet që kanë lidhur me ligjin 721 dhe me gjithë drejtat e atyre që ne sot i konsiderojmë si ish-pronar. Pa u zgjidhur çështja e pretendimeve lidhur me pronësimin, që janë ende në varur në Agjencinë e Trajtimit të Pronave, apo në vendimet e gjykatave, apo në proceset që janë jashtë të Shqipërisë, do mund të ketë një zgjidhje kombëtare tonë. Por ka 2 elementë që mund të ndërmarrin në më pak se 2 vjet. Elementi i parë është përfundimi i procesit të digitalizimit, përfundim sa hapësira toksore që është sot e lirë në Shqipëri. Dhe e dyta është që për sa kohë që flasim për kthtimin e komisionit të pronës, procesi i kthimit fizik të pronës përfundoi, duke prezulluar pikërisht ligjin për investime strategjike që është ligj kriminal, sepse merr një tokë që duhet të shkëlqyer pronarëve. Dhe e dyta është për pjesën e cila nuk është pjesë e kthyesh të pronarit, digitalizohet dhe hartizohet pjesa që kompensohet atë, duke krijuar një pjesë sa është pastaj pjesa e tjerë e tokës. Gjithë kjo mund të bëhet në hartën e 2 deri në 4. Për pensionet. Okej. Pensionet sot në Shqipëri kanë 2 fasha pensionesh. Është një pjesë e pensionistëve që marrin një pension bazuar në pushimet ligjore ose skemën e vitit 2014 dhe një pjesë e pensionistëve që marrin pension me ligjin para skemës të vitit 2014. Fasha me ulët pensioneve sot është kjo që takon skemës para vitit 2014, është një fashë të cilët në më pak se të shmojnë me thonë qytetit shqiptar, sikur se merrte borxh për të zgjidhur problemet e rrugëve apo këto historira që thonë kryeministri Rama për të ngritur imazhin e Shqipërisë, marri borxh dhe të barazoi pensionet. Ato të ulta i barazoi me këto që janë pas skemës vitit 2014, dhe kjo është një gjë që zgjidhet më pak se 6 muaj. Mjafton një eurobond ose një bond ose një borxh i brendshëm, për të sot borxhi publik i kemi diku në nivelin 64-65%, nuk ka asnjë problemi që të arrisim këtë borxh dhe të kompensojmë këtë që është një plan sociale. Dhe dyta që është më e rëndësishme është që gjatë kohës që kompensojmë këtë plan sociale, do të rregullojmë tregun, do të rregullojmë korrupsionin, do të rregullojmë fiskalizimin e tregut, do ta kthejmë tregun informal në treg formal, çka do të rrisë fondet që hyn për shkak të sigurimit shoqëror dhe shëndetësore, do të rrisë dhe fondet e pensionit. Duke korrigjuar edhe për ardhmen atë që sot është një plan e Ju përmend para pjesën e korrupsionit, për që edukatit e mëdha sot janë mungar. Dhe që të pyesaj, si na garantoni, duke qenë që ne kemi një për 5 vite nga këto 2 parti të mëdha, si mund të besojmë neve? Që dhe ju nuk do të devijoni nëse merrni mandatin. Do korruptorë. Jo korrupës. Pyetja është edhe drejt për drejt. Atëherë, përgjigjja është shumë e thjeshtë. 35 vjet kanë gënjur. Me shumë gjast do vazhdojnë të gënjejnë, se nuk kanë një arsye për ndryshuar. Okej? Po ju, çfarë na garantoj që ju nuk do ta gënjeni dhe ju e kanë fjalën. Kur të vinë në Po të paktën si ata nuk kemi. Kemi 2 opsione. Opsioni i parë është garanti që ata do të gënjejnë, dhe ke mundësi që të mos të gënjejnë. Shikoj si shpresë. Si shpresë shikoj.
Ajo që ne themi është, vërtet dashur, korrupsioni ka nevojë të stohet. Korrupsioni nuk është çështje e thjeshtë. Askush nuk çohet thotë, po ta them. Është e pamundur në Shqipëri, si ta zgjesh korrupsionin pa një periudhë jo më pas 10 vjeçare. Do ndryshime shumë thella ligjore, do ndryshime shumë thella në administratën shtetërore, do ndryshime shumë thella në mënyrën se si pjesa ekonomike e shtetit funksionon. Por çështja është e vullnetit. A kemi ne vullnet, po apo jo? Jeni të gënjur 35 vjet. Provojeni të ndryshoni një. Nuk e kushton gjë. Kemi edhe 4 vite për një juve pastaj. Nga krau tjetër do gënjesh çdo gjë ti. Nga krau tjetër ti gënjesh të sigurt. Te je ke hipoteza që mund të mos gënjesh. Jemi vjellë. Tani që thot kryeministri që mund më vjellë në pas shpine, kjo është e patësueshme. Sepse unë jam zoti një familje, ashtu si ti e familje fatër, çdo familje ka një që drejton. Dhe si ka mundësi që brenda familjes time dikush nga djemt apo bashortët më vjedhin mua dhe mos i kem gjallë. Ti e ke zëvendës kryeministër dhe nuk marr asnjë lloj përgjegjësie dhe thot mua më vollën ta brava shpinën. Po si ka mundësi më thonë të brava shpinën? Ndaj beso tek e reja, beso tek ne të ri, jo të unë, po të gjithë e kemi panelit të rive. Po, garanci tani unë fora mjaftë edhe persona për qëra tjera, se po ta dinte Ismail Qemali para 100 vjetësh, që do vinin pas 100 vjetësh Edi Rama, Sali Berisha dhe Ilir Meta, po ta vjedhin në Shqipëri, kam rrezik ose me në mendjen time më thotë që nuk do ta kishte shpallur pavarësi kur, që të vinin ta vjedhin. Unë mendoj që besoni e tek reja, ke një mundësi që për 4 vjet të japi shtresë, pas 4 vjetësh nëse nuk ne këto premtime që po themi nuk i parë, na do shumë e votë. Këto janë përvuar, kjo është vota. Kjo është e drejta e votës që të gjithë të besojnë te vota. Faleminderit. Diçka të fundit. Garancia që ne japim, si të rinj që duam të hyjnë në kaderat politik, është ndërhyrja në administracion. Unë pak më parë përmenda, vepra do konsiderohet, klasifikohet si tradhje rënd kombëtare, do dënohet me 25 vite burg dhe do konfiskohet pasuria. Garanci më të madhe se kjo nuk ka. Ne dua kur të vinë në pushtetin kryeministrisht dhe të marrim këtë lloj përgjegjësie të shpallur. Se ju mendoni që pas kësaj përgjegjësie ne do guxojmë të bëjmë adresi, të shkelim ligin të vjetin, është e pamundur. Përshëndetje. Jam Rizvan Tashalla, lektor në Universitetin e Durrësit. Spari ju përgëzoj për qasin serioz që ju ndërmarrë në fushat. Ju uroj gjithë një garë të suksesshme. Do ndalem shkurtimisht në 2-3 gjëra të përmbledhura. Së pari, me sa jam informuar, zonja është nga Partia Komuniste, pastaj kemi Djathtas, pastaj kemi Zotrin që në koalicionin Euroatlantik në zonë. Pyetja ime është si subjektet të djatha që klasifikoheni. Ku konsistojnë dallimet ndërmjet jush, nëse ka dallime ndërmjet jush? Dhe e njëjta pyetje vlen edhe për edhe zonjën nga Nisma Puni dhe Shqipëria Bërë. Pra vlen e njëjta pyetje. E dyta, do doja të dija çfarë ju ka motivuar për t'u angazhuar dhe për të marrë përsipër këtë angazhim serioz. Dhe nëse është e mundur, cila figurë apo personalitet, qoftë shqiptar apo qoftë botror, ju ka frymëzuar në qasjen tuaj ndaj politikës. Faleminderit, ndjes se mbas një zgjatje të janë shumë çështje, po do doja kisha një përgjigje të shkurtër nga secili prej jush të përmendur. Suksese dhe një. Edhe unë do doja të kujtoja kohën, është përgjigja vetëm një minutë, ndoshta diçka ju e ka që në prezantimin tuaj, por shumë. Atëherë po e fillojmë nga fundi. Juve thatë kush është arsye që juve hyrët në politikë. Unë e përmenda në prezantimin tim, arsye kryesore është kur Tërmeti dyert tona u mbyllën. Nuk ishim mbështetje. Ishim të vetëm. Kjo ishte arsyeja kryesore që mua më detyroi që të ngrej zërin tim, të përfaqësoj një komunitet si Lagja 17 për 5 vjet rresht.
Nuk ka arsye më madhore, besoj, se sa vuajtja që ti ndjen në kurizë. Më bëri pyetjen për personalitetin. Figura e Agronit, që është kryetari jonë, është një figurë e pastër politike. Ai ka ardhur nga biznesi, është një biznesmen i ndërtuar vetë, dhe unë e kam ndjekur nga televizioni, si qytetar. Më ka pëlqyer vizioni i tij, më ka pëlqyer si biznesmen dhe si politikan. Kështu që ishte një shtys shumë e mirë që unë ta ndiqja atë. Po e nga angazhimi politik. Imi është pak i hershëm dhe është për një arsye shumë thjeshtë. Unë mendoj që nëse duam ndryshojmë diçka, ndryshimi bëhet duke qenë aktive vetë para. Nëse pretendojnë që gjërat ndryshojnë, nuk mund të presë që të jetë dikush tjetër që i ndryshon për ty. Ti do bësh atë që takon, ose ai sa mundesh ti, ka për kontribut për të bërë atë ndryshim që ti do të bësh. Në të kundërt nuk mund të presë të takosh ose pse nuk ndryshojnë gjërat apo pse gjërat vazhdojnë të jetin drejtim. Pyetja e dytë ishte për diferencën. Po, ka një diferencë përgjithësore, dashur të them. Të dyja forcat e tjera që presupozojnë që pak në pjesën dërmuese ndaj një vizion, qoftë për mënyrën e vendimit të ekonomisë së shtetit apo çështje specifike, kemi një vizion që na diferencion në dy gjëra. E para punës, mundësia të konkurojnë me lista të mbyllura, në kuptimin e një force të gjatë për meritokracia, ne nuk mund të dalim të kërkojmë të rinj vetë meritokracinë, pretendojmë meritokracinë, ose garë, ose tregun e lirë, dhe ty pastaj në zgjedhje një garë apo treg të lirë. Kjo është e para. Dhe në raport me koalicionin atlantik kishte një gjë që është e idhujtarie. Ideologji është. Po, sigurisht, është çështje vizioni. Po nëse unë dua ty, nëse unë proklamoj tregun e lirë, tregu i lirë do të thotë konkurrencë. Dhe konkurrenca do të thotë se ti hyn me disa kushte barabarta apo saktë. Nëse ti hyn një garë me kushte të barabarta, nuk mund të thosh pastaj që unë dua tregun e lirë. Se tregon që ti qëllimi jot nuk është tregu i lirë, por qëllimi jot është sa vende kyç. A krau tjetër është ndaj pothuajse të njëjta qëndrime, kujdes mund të them kështu me një mungesë të tekstuar modestie që një pjesë e rëndësishme të atij programi që sot proklamohet si vlerëtimi i politikantësh produktimi personal. Diferenca ka qenë procedurale. Nuk kemi pas diferenca ideologjike, që thjesht diferenca procedurale. Ne kemi menduar që një vizion politik nuk mund të vazhdojë të rriqet fare në hijen e Partisë Demokratike, sepse ne mendojmë që Partia Demokratike ka kryer ciklin e saj si forcë të gjatë. Ka pushuar që një forcë të gjatë shumë kohë më përpara. Thjesht sot që shikojmë efektet e këtij pushimi. Dhe ajo që kemi menduar është që nëse kishim një luftë, me përdëm ishte lufta kundër kultit individ. Nëse kemi pas një betejë konstante brenda Partisë Demokratike, ka qenë betejë kundër kultit individ. Që do të thotë jo individi është gjithçka, jo individi është partia. Partia janë individualitetet dhe janë shumë njerëz që bëjnë parti. Në rastin konkret si Majtas, si Djathtas, është një kult individi, i cili përpiqet të bëjë heroi e gjithanshëm dhe të gjithdijshëm Shqipërisë. Dhe pyetjet ta marrë të pyetjet? Nuk ka të aty. Mendoj që do të kisha një dilemë shumë të madhe. Një nga presidenti 25 ishte bashkuar Andrew Jackson. Ishte një nga reformatorët e mëdhenj, ose jo shumë i pëlqyer, po ishte një nga ata që buri interesat shtetërore kombëtare përpara interesave financiare të kapitalit. Ishte presidenti i parë i cili mbulli Federal Reserve në 1925.